يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka bull këtë ditë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojmë për Allah subhanahu wa ta'ala. Vazhdojmë me hadithin për të cilin jemi të fol disa net, hadithi Gjibrilit. Pra unë folëm diçka lidhje me besimin në melajket, e sonte do të folëm lidhje me besimin në librat. Libra që I ka zbrit Allah subhanahu wa ta'ala disa pejgamberëve, sepse besimi në librat është kusht prej kushteve të imanit, të besimit. Pra siç janë besimi në Allahun, në melajket, në pejgamber, ditën e gjykimit, caktimin e Allahut, po ashtu duhet besohet në librat që I ka zbrit Allah subhanahu wa ta'ala të gjithë pejgamberëve. Dhe ne dim se thirrja e gjithë pejgamberëve ka qenë thirrja islame. Pra thirrja në la ilaha illallah. Dhe thirrja e gjithë pejgamberëve ka qenë thirrja në këto 6 kushte të imanit. Këto s'kan ndryshuar asnjëherë prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salam, të gjithë kanë thirrë në çka, në besimin në Allahun, me lajket, librat, pejgamberët, ditën e gjykimit dhe caktimin e Allahut. Që këto 6 kur nuk kanë ndryshuar. Allah çka thot në surën Bakara, ajeti parafundit, thot kullun amana billahi, të gjithë kanë besu. Billahi në Allahun, wa malaikatihi në melajket, wa kutubihi në librat, wa rusulihi në të dërguarit e tij, wa bil yawmil akhir, edhe ditën e fundit. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kjo wal yawmil akhir që të ajet përmenet, ama të surë Bakara në fund, ajetin para fund përmenet këto, besimin në Allahun, melajket, librat dhe pejgamberët. Pra kjo s'ka ndryshuar, po çka ka ndryshuar gjatë historisë? Prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salam ka ndryshuar ligjet, dispozitat. Apo që është e njohur shariati. Se fjala shariat pak kur ndëgjojnë njerëzit më herë, të përmendin shariatin këto. Shariati është ligji I Allahut, dispozitat që I ka zbritur Allah subhanahu wa taala. Halali, harami, urdhrat, ndalesat, kjo është shariati. E këto kanë ndryshuar gjatë historisë. Pse kanë ndryshuar? Jo se pejgamberët I kanë ndryshuar, po nga ana e Allahut kanë ndryshuar. Pse? Sepse interesat e njerëzimit ngritën mbi këto ligjet e Allahut, mbi shariatin. Pra shariati ka ardhur me mbrojtje të drejtat e njerëzve. Po shin një kohë ka qenë diçka ndaluar, pastaj ka leju Allahu. Një kohë ka qenë lejuar, pastaj ndalu. Pra me dëshirën e Allahut, ai e ka lejuar dhe ai e ka ndaluar. Ai lejon çka don, ai ndalon çka të don. Edhe ky islam ka ardhur, apo ky shariat ka ardhur për me mbrojt të drejtat e njerëzve, me mbrojt fenë e tyre, gjakun e tyre, nderin e tyre, pasurinë e tyre, me ja mbrojt këto të cilët janë pjesë përbërëse e jetës së njeriu. E shariati ka ardhur për shembull, për me ta ruajtur pasurinë, ta ka ndaluar kamote, ta ka ndaluar rishfetin, ta ka ndaluar atë këtë, pse me rrethu, me ta mbrojt, me ta izoluar diçish pasurinë tonë, por mos me keq përdor njerëzin. Për me ta mbrojt nderin apo pasardhësit me të mbrojt, ta ka ndaluar për shembull zinon. Ta ka bën haram zinon. Pse? Për me mbrojt pasardhën, me ditë se çike fëmia është që të I burrë që sa I grujës. Çike pasardhën është nipi I filonit, domethënë shkon me qindra me mia vet, ditë se kush I kujna është. E me zinon, me haram, me marrëdhënie jashtëligjore, nuk di fëmia kush I kujna është. E për këtë sot gjojnë në për rrugën, në për spitalin, në për jetimore që I thonë fëmijës që ditë kush janë baba, kush janë nona, e kanë gjujë që atën edhe u kri. E Islami shariati ta mbron këtë, më ditë kush I kujna është. Bile pejgamberi alayhis salam e ka mallkuar njëri I cili pretendon se është I dikujna tjetër përveç se babës vet. Për shembull është djali I filonit, an pretendon se është I filonit. Qoftë në hajgare. Nuk bën me thonë jam djali I filonit, rrejshëm. I filon, nuk I filonit. Pse? Se ka pastaj lidhen dispozita tjera, për shembull trashëgimia, gjitha këto lidhen për mu ditë se kush I kujna është.
E ke shariat për këtë ka shariat me ta mbrojt mendjen ti, mos me të hub mendja. E për ta mbrojt mendjen ta ka bën haram alkoolin, ta ka bën haram drogën, ta ka bën çdo sen që ta prish mendjen tonë. Se nëse mendjen se kije, shëndosh, nuk të punoj kjo si duhet, ata e katastrofë. E pra pse mu frigu njerëz prej shariatit, pse mu frigu prej dinit Allah, prej Kur'anit, prej Islamit. Sikur të praktikohet sot Islami si duhet 100%, nuk do t'i kesh me gjithë këto probleme. Të gjithë bota, të gjithë këto zullumqtarë të mëdhoj, ushtrit e mëdhoja, shtetet e fuqishme që i thonë, të gjithë po luftojnë thojza për paqë. A mos i po luftojnë për paqen, të luftu fejnë e paqes. E luftojnë Islamin, e luftojnë muslimat, në të luftu për paqë, të paqen i të luftu. Feja Islami është fe e paqes. Pejgamberi alayhis salam thot, mu dirë një pikë gjakut me padrejtësi, te Allah është më e rëndë, domethënë më e vështirë është, domethënë punë e keq është shumë e madhe, thot më e rëndë te Allah se sa shkatrimi i qiellit dhe i tokës, një pikë gjaki me dirë me padrejtësi. E para mendo sa gjaki dirë dhe son. Gati më shumë gjak dirë se ujë. Kështu për shembull në Palestinë, kështu që një mesh ka bën, kështu në Irak, kështu në Siri, kështu në vendet ku janë shumicë islame, çka bëhen. Edhe pra pretendon bota se na të luftu terrorizmin edhe i na të luftu për paqë. Jo i të luftu vendet e paqes, njerëzit e paqes, fejnë e paqes, se Islami është për plot paqë. Allah xhaleshanuhu ka zbrit për këto libra për m'ia mësu njerëzve që të njofton njerëzit rrugën e drejtë nga rruga e padrejtë, që u mëson të vërtetën nga pa vërteta, të mirën nga e keqja, dhe të lejuarat dhe të ndaluarat. Pra për këtë ka zbrit këtë Kur'an, apo Tevrati, Zeburi, Injili, m'ia mësu njerëzit rrugën e vërtetë, rrugën e drejtë. Çka është besimi në Allahun, besimi i drejtë dhe çka nuk është besimi i drejtë. Dhe sikur të gjithë njerëzit ta kenë mirë, se këtë shprehje përdorin shpesh disa. A vetë sekret mirë ka, si cilë me atë vetën mirë ka. Hajde se xheneti i Zotit është i madh, ka vende të botë. Po sikur të kishin qenë të gjithë në vërtetën, pse Allah i zbriti 104 libra? Pse Allah i dërgoi 124.000 pejgamber? Sikur të ishin të lirë, besoni çka doni. Kur thojmë besojnë të lirë, do të thonë nga Allah, jo nga ne, se na jemi ato që njerëzit i gjykojmë, ai i lirë apo nuk i lirë. Po ne e transmetojmë atë që ka thënë Allahu. Sikur njerëzit janë të lirë me besu çka të dojnë dhe fund kë keni me hin xhenet, besoni si doni dhe hini nëse keni xhenet, Allah nuk i do të kishte zbrit 104 libra, as 124.000 pejgamber, as nuk i kishte lënë dietar trashëgimtar pejgamberëve. Pse i ka zbrit këto? I ka zbrit me mësuj njerëz se çka besimi i vërtet, çka nuk kanë besimi i vërtet. Cila është rruga e xhenetit dhe cila e xhenemit. A mos thot për fat kesh kia dhe hoxhallar, ndoshta i thot vetes doktore, magjistër i fesë, thot liria e besimit, kush do në të besojë çka të doje, nuk pastaj kish përdorur në ajet ku thonë la ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe. Jo, kur të sillin argumente se ç'kjo fe, ç'kjo rruga është e drejtë, ajo është e gabuar, kjo s'ka lidhje me dhunën. La ikraha fi din nuk ka urrëq apo dhunë në fe, nuk ka dhunë në fe, me kap dikon për fjalë me thon beson Allahun. Ja kimi besu ja të mita. Çka nuk është lejoshme në Islam, sa nuk është besim, ai na shtapitu të ska me thon la ilaha illallah muhammedur rasulullah. A ma është besimtar nuk është. Nëse e thot pitutës, nuk kanë të thon me bindje. E këto nuk ka dhunë në fe, do të thon se ne kapti dikon për fiti, me thajë thuj la ilaha illallah se të mbiti kret. Ai pitutës la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Am se ka thonë me zemër veç, sa më pështu. Nuk ka besimtar. Pra kjo për diçka tjetër la ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe, kjo tjetra nuk ka liri të besimit, beso çka të dush ti, se Allahu xhaleshan Kur'an e ka thënë se ata që nuk e besojnë Allahun, për ato kemi përgatitur dënim të ashpër. E si atë po përputhet kjo liria e besimit, anë që thonë Allahu po kërcënon me dënim të madh ai i cili nuk beson besimin e drejtë. Allah i zbriti Tevratin ben Israelve, Injilin ja zbriti ben Israelve, Kur'anin zbriti për këtë njerëzimin. Pse? Me ja tregu rrugën e vërtetë, besimin e vërtetë. Allah e dërgoi Musa alayhis salam, e dërgoi Isa alayhis salam, e dërgoi Ibrahimin, dërgoi me qindra me mijë pejgamber. Pse? Me ja mësoi njerëz rrugën e drejtë. Se për ndryshe nuk do të kishte dërguar Allah pejgamber. Për ndryshe nuk do të kishte zbrit libra. Besoni si të doni si që u merr me një juve, edhe në fund xhenet, shkoni në xhenet. E xhenemi për kanë krijoj. Për xhenemi ku thot Khalidin fiha abada, kanë me qëndru për gjithmonë. Deri do një botë i mëshëm, kishte thot, xhenemi është për zullumqtarët. E çështë është shirku, kufri, kanë më lehtë se zullumja.
Se dikush e merr këtë, ato zonqarë që mbisin njerëz i bojnë padrejsi, ato në xhenem për gjithmonë. A që të në thot, liria besimit, hajtë se këtë me atë vetën besojnë mire, ka këtë besojnë një Zot, po si me besojnë këtë një Zot? Një karanita dhe një 10 puta i beson një gurin, një dron, një kujdi, shka qëtëri monsën, qëtëri minë, qëtëri lopën, qëtëri ndi, qka mos besojnë, e me thonë mire ka. A qëtëri beson një Zot, ta shpe krahason. Allah shka thonë kra, thot, ati bojnë të njëjtë, ata që besuan, ata që nuk besuan, a janë të njëjtë, a janë të barabartë, nuk janë të barabartë. E së mund është ta krahasojsh ta mash të barabartë ta i cili beson lopën, edhe shkon aty mrapa, që ashtu i urinën pasros, se thotë kjo të pastron për gjënohë e për këtë aty, latë në urinën e lopës, edhe tash qatë me krahasu me bon të barabartë me këtë që i ben stesh dhe krijuesit i Allahut. Nuk është e njëjtë. Tash Islami na muslimanë jemi tolerant, po jemi tolerant deri ku na kufini. Nuk sa bojna livatën, hajt tolerancë. Islami i ka dosejnë ekstrem, në atë kuptimin dhe më thonë vija kuqe nuk kalot. A më tash mos e ban si thonë se në vit kuqe mi mbi njerëzit. Një gjënat vojnë me bo dikush, ja, ki qafir, ki mushrik, ki kujt di mortet, ki asaj do të me akfut kryen. A ka dalë, as në atë ekstremin më shko me bo kajt livad, rrafsh, pas që të një ekstrem më shko me bo vetëm me prej krye. Rrim mesatar, ne jemi ummet të lhusta, ummeti mesatar. Kur do të me shtrëngu, e shtrëngojnë, a këto është haram, pik, vije kuqe dhe u kry. Këto, Allah që lëshon ka lënë rrugë. Nëse do me bo kështu e ban kështu, nëse do me bo kështu e ban ndryshe, zgjedhe ti. A më jam me bon me shkut janë ekstremin tjetër ose në ekstremin tjetër, rrinë në mes, po në me ligjin e Allah subhanahu wa ta'ala. Po tash njerëzit për me bon emër, na për Facebook, na për TikTok, na për vend të ndryshme, po mundu të bon tolerant për të teprojnë me tolerancë. Edhe i morin ajete e Allahut ndryshe si dojnë, për me aposhtat qieve, për me pashtë shni ma shumë, për më konë mirë me krishtelin, më konë mirë me jahudin, më konë mirë me... Na nuk përthuj, na më bon të kesh, dhe me thot ashpër, apo si lloj terrorizmi, përthuj na, me bon me këshi nëse kemi qifut apo krishtel. Ti dosh mu sjell mirë me gjithë njerëzit. A është musliman, asa musliman, ti dosh me tregu sjellën tënde. Karshi muslimanit dhe ati karshi jo muslimanit. Kojshien, si pas hadith për nga mejt al-Islam janë 3 llojet kojshive. Një kojshie ka vetëm një hak, qëtëri kojshi ka 2 haka, qëtëri kojshi ka 3 haka, dhe me thonë 3 drejta. Kojshia i cili i ka, që i ki afer, dhe me thonë banesës, i ka 3 hake, a i cili e ki e para është familjar, këto e ki e ka një drejta se është familjar jonë, e dyta se është kojshia jotë afer, dhe me thonë drejta dytë të tina, edhe treta se është musliman. Dhe me thonë se e ki një kojshi i familjes tonë, gjakitan, është kojshi jotë për balë, afer, naltë, poshtë, edhe trejta është musliman, ki 3 drejta i ka, 3 hake. Do është ta respektojsh si familjar, si kojshi, edhe si musliman. Qetëri kojshi e kije, vetëm kojshi, se kije familjar, e kije kojshi, edhe është musliman, ki ka 2 hake, 2 drejta. Do është ta respektojsh si kojshi, edhe si musliman. Edhe i treti kojshi, lloji i tretë është kojshia i cili nuk është musliman. As e kije familjar, por vetëm kojshi e kije. Amo nuk është musliman. A e ka një drejtë. Cila drejtë? E drejta e komshio. Pa do të respektojsh si kojshi. Nuk është as familja jote, pas nuk është besimtar, musliman. Është qëtër fe. Amo kojshi e kije, do të respektojsh. E gjitha këto ne mëson pejgamberi alayhis salam, po çka më bën njerëz se shkojnë të sjellin ajetet e hadithet, edhe i komentojnë si ja u merr mendja atinve, vetëm për me shti urrëqe mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Me bon grupacione. E thonë këshiri islami që ka thotë vesh me prej dorën, me prej kryen, një dita hje kry, një dita prej dorën. Po mirë shërtë keqe ka me këshiri pashton si pas arsijës. Ta që kemi dënimin e Allahut me islam ashtë, me pas shtetë islam, se bojna na këtë, ati kusht vjetë ashtë me prej dorën. Po me pas shtetë islam, për shembull, më praktiku ligje Allah shëriati, nëse dikush që vjedh jo prej dorë. Edhe jo prej dorë dhe vazhdo jetën vetë, aj punë të familja, vesh një dorë më pak e ka. A ligji tjetër i njerëzve vjedh për shembull dënon shtin në burg 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet, 15 vjet me shtin në burg, atë disa humbje të mëdha kjetë. Fëmijët kush i rrit, kush i edukon? Gruën të shtëpia kush kujdes për ta? Nëse i ke nanën, babën gjallë, kush kujdes për ata? Rroga, shkoj ti 15 euro, patrulli s'pagun ti të nejtë e burgu, apo? Shkoj me kontrata e punës hupi. Sa i të hub me mija i të humbër. E tash, me këshime si pas logikët, sot i kana ma i keq. Sot i është ma i damshëm për ti.
A më kitë dorën po ta pret, po vetë dorën po ta pret, a më mund me vazhdu me punu, i me fëmijën tanë, i me gruin tonë, i me prindet tu, me familjen tonë, edhe vazhdon jetën. Nëse i kon dikon punë, vazhdon punën. A ki tjetri, hinë që a kje dhe mo 10 vetë zonin Mostanina. As në punon, as fitim s'ki, as kur gjo. Në mas e ligjet e Allah që janë më të mira se njerëzve, se njerëzi kanë vëndu këto ligje në bas interesat të tyre, apo i ndryshojnë çdo 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet ndryshojnë apo ligjet. A ligji Allah mbajtet ligj, nuk ndryshon asnjëherë. E për këtë njerëzit nuk e dojnë shariatin, jo se kanë frikë se shariati vetëm pran, po se dojnë shariatin për mi arrit qëllimet e tyre, qefat e tyre, dëshirat e tyre. A keni pa ne ku kundërshtojnë një di musliman islam e izolon gruajen. Nuk e le frym me mor islami gruajn, as me shkollu, as me punsu, as me dal, as me bon këta sa islami ka izolu gruajn. E çka po doni me bon? Me zbulu gruajn. Pse me zbulu gruajn? Me arrit qëllimet e juve, sa ma let me mrit te grad. Në zinë, në harame. A mi ka thoni hoxh, rahmetia me Allah kur thëke, s'unë kuptoj thëke mentalitetin e shqiptarëve. Probleme kam me kuptu, thëke pse? Kerën e blin 50.000 euro, 60.000 euro, e shti në garazh. E mbulu me garazha, a më në garazha dhe një serat, shra, di një mbuljes tjetër, e mbulon, se kërë 50.000 euro kam, s'këzon me ma prejk dikush, apo na i zog me ma, se kërë i shtrejt, a kujtja kështë i shgrujen, një 15 centin mbuljes i kam tru. Kërë 50.000, gjithat interes, gjithat vëmendje për ja kushton me mbulu, me asi sigurime mo, për din ato sigurime që janë. A për gruajn që e kanë nder, që janë nëna e fëmijët të tij, që duhet që mbrojë familjen në nder, në pasurinë e kret, për atë, që pak besh atë ne. Për dinë mos si veshën. Kur ulën për karrikën, s'di shka mbulu, tash atë poshtë do të mbulu, atë nalt do të mbulu. Zgatet e poshtë, zbulohet e nalt, zgatet në zbulohet e poshtë, edhe shef gazebin. A kërë do të më blet tamam, më jarsejnët se 50.000, 70.000, 100.000. E thëke më lajku, rametlia thëke qëkit mentalitesën e kuptoj të populli jonë. Ma shumë i kushton rëndësi kërrit, i cili vjen e shkon, se sa grujës, e cila është ndajri ti, edhe është nona fëmijët të ti. E tash për qatë njerëzit e kanë thuaj sa shtonë frikë shariatin, sepse pastaj shumë të dëshirë, shumë të qefe, shumë të knasit e lezetet, ju blokohet. Së një arrin. Për qatë folin kundra asaj pëse islami izolon kishe grujen, a islami mas shumë të piket i ka dhon liri grujës, të drejta. Dhe ku ka ardhë islami gratë në atë kohë vajzët e gjalla i kanë vërrot. Deri pa ardhë islami në Evropë tonë perëndim, gruaja s'ka pas as një të drejtë, as nuk ka trashëgu, as ka pas drejta me dhon mendimin e vet, as ka pas drejt punës, kur gjo, veç ako për me shërbi edhe për dëshirat, për qefët e burrit. Kur gjo tjetër s'ka pas. A islami para 1400 vjet në sura në Kur'an, sura të Nisa, kapitulli e grave. Tash gravja kanë bërë shembull një 8 mars, dita e grave. Të 364 ditë tjera s'kan ditë, veç një ditë, 8 marsi. A para 1400 vjetë pejgamberi çka thanë Haxhin Lamtumirës që mojti hit bën. Një prej këshillave që tha stausu bin nisa i khayra, thot kujdesuni mirë për gratë juaja. Me një fjalë, kujdesuni mirë për gratë juaja. Për 1400 vjetë. E sa qohat 8 marsi një lule që atë e blie që janë migros 5-6 franga, edhe që mam që kujdi gruje që motër që asi, një lule edhe u kriju në hakin e nanës u kriju me një lule me 5 franga. A 364 ditë tjera si shërbetore e ka të shtëpia. 364 ditë tjera nona si shërbetore vend djalit të shtëpia 20 vjet burri madh 2 metre, kokë shpinë shtrihet mami 20 vjet çajë. Mami pak ujë, bëma pak sheqerin. Ja ftof ma pak, jo nxej ma pak. Si ku shërbetor me pat. Edhe çdo njerëz atë kallzojnë drejtat e gruajës. Çdo njerëz thonë Islami izolon gruajën, Islami si ka dhënë drejta e gruajës. As mos e si ti ditë drejtat tua në lehtë grave. Drejtat e tua si ti ditë. Ke po kallzon drejtat e grave. Pse se s'kan dijen në Islam, nuk e njohin Islami veç çka i thot televizori, çka i thot TikTok, çka i thot Facebooki. Del dikush atë lidhe s'ka me Islamin, e qote sulmon Islamin, del kuranistët dalin, koj diçka ekstremistët dalin ato tjerë, modernistët e lloj një të fort për Islamin, a krejtë e kanë kundra Islamin. Del një thot vetë hoxhë magjisë doktor, me krejtë është mirë me Islamin sa është mirë. Gjon gabime, si pasina për ajete, na për hadithe, kundërshton këtë ajete, kundërshton këtë hadith, ai thot vetës hoxh doktor, magjisë. Edhe i sfidon krejt hoxhallarët e botës.
Thot i sfidoj krejtë të xhallarët e botës për çka jetën, nëse mund dikush me masjaru si dohen. Ti sfidon xhallarët e botës, me krejtë është mira, krishter, veç me hija timi apo përcjell në Facebook apo na për këto media sociale, me këshir kush e përcjell, këti ka ateista, shia, krishterë, këtë dhe e bojnë lajke. Rrallë ki dëni musliman, dëni gjahil shka e banë lajke. Dhe me thaj, me krejtë është mirë, veç me musliman së është mirë. A i thot vajtës hoqë. E për drisat ateistët, shkujnë ti në Facebook, thonë që si hoqë na do të populli jonë, atë hoqën heke pelise me njëherë. Që unë për ju thomë shumë, nëse një ateist, e shqivni se thotë që ki filan hoqëa, që ki hoqëa ju do të populli të shqiptar, që atë hoqën me njëherë hek në pelise, se zvinë për kur gjamë. Fikur me ata ateistë me ta lifdu hoqën, me të kaldu qarë hoqën na do të popullin tonë. E shëriati si shëriati, libra që i ka zbritë Allah subhanahu wa ta'ala, kanë zbritë për me mësu njerëzve sistemin e jetës, për janë të regu çka është e vërteta nga e vërteta, çka është halal, çka është harami, e kështu me radhë urdhërat e Allah, ndalesat e Allah, nuk kanë zbritë veç për me prej, për me mbit. A lexoni historinë e pejgamberit alayhis salam pak, sa njerëz i kanë mbit pejgamberi alayhis salam. A ka miti kanë dëner pejgamberi alayhis salam, sa njerëz ja ka fal. Në Mekë, vetëm historinë e çlirimit Mekës më lexoj edhe kupton kush ka qenë pejgamberi alayhis salam, sa i mëshirshëm. Çish ka mujt pejgamberi alayhis salam me mit natë ditë njerëz, a kështu Allahu thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne ti o Muhammed të kemi dërguar mëshirë për të gjitha botra. E ku po përputhet mëshira këto me mbitja, përputhes përkos safrohet. I mëshirshëm për të gjitha botra, anë që të nënë thojnë, Muhamedi natë ditë ka prej njerëz. Dhe më thonë, sa është e vërtet kjo? Shka bonin Mekë kër ishtë liroj Mekën? Me 10.000 ushtarë. Pare me ndo atë Gjigji Hagës nuk ka konë, asa Kjetri, as Bruxelles, as kërgjën s'ka pasët, e kërgjën? Si janë konë, së dia a ka pasë një shpi Evropa në të kohë. Qka tha? Me 10.000 ushtarë hinin Mekë, tha, çka mendoni se ka me bon tash me juve? Ato e përzonën prej Mekës, ato janë bitën shokët, ato janë maltretuar shokët, ato i larguan prej Mekës sahabët e pejgamberit alayhis salam. Këtë të zezë që banë Muhammed alayhis salam. Kur u kthi mas 10 vjetëve, mas 8 vjetëve në Mekë, me shiru Mekën, sikur të shkon film, apo e lexoj historinë, vetëm filmin e pas pati, më pasu një film, çka prishmi në fund filmin? Që tash ka mi rrjep krejt. Ka mi ngrin krejt, apo copa ka mi bon. E prishme që që na mësu me filma tjerë. Tash e funi kjo trimi u bon tash me ushtrinë e vet, tash në këtë qytetin ka më çdu krejt. A u shka boni pejgamberi alayhis salam, tha çka po mendoni se ka me bon me juve? Atë thanë ti je bujar, i biri bujarit, i sjellshëm. Nisëm ta lëvdojmë pejgamberin alayhis salam. Tha shkoni seni të lirë. Një pikë gjaki nuk e derdhë. E sigur të shkoj që na përshkruajnë sot Muhammed se ka qenë vetëm me mbit, vallahi në Mekë i kishin ngrinë këto një ka një. A dhe ka dalë se me 10.000 ushtar ka pas ku një ka një mi ngrinë, mi paketu edhe hajde valla marr. Edhe kur kuj si kishte dhënë llogari. Kur kuj heq, se shtet më në vetë ishte. Na u çka boni tha, shkoni seni të lirë. E vjen sot del dënjore thot Muhamedi kështu ka prej, Muhamedi ka mit, Muhamedi pa drejt, Omeri kështu, Abu Bekri kështu. Te themra e Muhamedi alayhis salam së ngrinë këta njerëz, as te themra e Abu Bekrit, ne be themra pakistinat, te sandalët e aty së ngrinë. Kusha ka Omeri, kusha ka Abu Bekri, del ti me ditë shkollë, di fjalë arabisht në lexon, e lexon një ajet arabisht, njëri nat 5 herë ka lexuar një ajet arabisht, 5 herë gabim. Dhalika al-kitabu la rayba fi. 5 herë ka lexu, 5 herë gabim. Edhe ka thënë ai thot Imam Buhariu, ako xahil, kush e ndjek Buhariun, këto janë mushrika, kush e ndjek Abu Bekri, Omer, këto janë veç figura, se këto s'vlen për kur gjë. Muhamedi hadithet nuk ja merr, dietar nuk i pranon, thot vetëm me Kur'anin. Po tip Muhamedi alayhis salam s'pe beson fjalët e tina. E pse i besoa se Kur'ani ka zbrit atina? Ta po s'ja merr fjalë pejgamberit alayhis salam. Pse pe merr fjalën se ai ka thënë Xhibrili merr shpellën Hira mi zbriti 5 ajete e para sura Alaq Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Pse çfarë beson? Këtë janë këtë për me shkatru Islamin, po alhamdulillah ne kemi librin e Allahut, i kemi fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëpërmjet të cilit udhëzohemi, e kuptojmë të vërtetën e kësaj njerëz, sikur dosh që janë sot, sa ka pas gjatë historisë, janë zhdu kanë mbet në histori, edhe kur kushtet nuk i përmend. Por për fat të keq që Abu Jehli ka dek, po Jehli ti ka mbet.
Ebu Gjehli ka vdek, ignoranca ti ka mbet hala. Ebu Lehbi ka vdek, ignoranca ti ka mbet hala. Faraoni ka vdek, po ignoranca ti ka mbeti, ekziston hala ignoranca. Ama persona si persona vinë e shkojnë edhe harrohen. Ama Islami gjithmonë ka heste para, edhe do të heste para deri në ditën e fundit. Deri atë ditë që ta ngritë Zoti Koranin prej toke, Islami ka me lulzu. E sa lihin njerëzit në përqoshit e rrugës, në të lihin gjithmonë, por Islami s'ka mund poshtë asnjëherë. E lusim Allah subhanahu wa taala, nëse ka tema për librat e Allahut. Nëse se sa ke fjala shariat ku përmendmi, po duhet më sqaru pa shkan shariat, se tutën njerëzit, shariat asta runë, se ke kanë ai shariatit. Lusim Allah subhanahu wa taala që na ndrit mendjet tona ta kuptojmë të vërtetën, të punojmë me të vërtetën, të luftojmë për të vërtetë, të mbrojmë të vërtetën, sepse ai i cili lufton për të vërtetën, edhe kjo lufton për të vërtetën, sa pa që të murë kallashin, po arma më mirë musliman sot është gjuha e tij, dituria e tij, pra të luftojmë për të vërtetën, të mbrojmë të vërtetën, se ne ngritemi me të vërtetën. Nëse ngritemi të vërtetën, ne kemi mund ngrit me të vërtetën. Bilal Habeshiu ishte njëri i varfër, s'kish familje, s'kish emër, s'kish post, nuk kishte kurrë. Njëherë më kur se bajki llogari. Po kush u bën sot Bilal Habeshia? Kush nuk e njeh Bilal Habeshin, muezinë e pejgamberit alayhis salam? Kush e ngriti? Ai s'kishte miliona as miliarda. E ngriti bindja e tij që e kishte në Allah subhanahu wa taala, besimi i tij, qëndrueshmëria e tij në Islam, edhe e fjala se na kujtohet ahadun ahad, një është Allahu. Ajo ngriti Bilalin. Edhe na nëse dojmë ngrit me Islam ngritemi. E ngrit me Islamin, na ngritem me Islamin. A nëse ne, sidomos disa xhallar, mundon mu ngrit mbi Islamin, vallahi billahi tallahi fundi i ka me qenë shumë për toket. Të poshtë edhe të nënçmuar. Ne lutim Allahun Teala na i falë gabimet tona, na mëshiron mbi tokë ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. Dhe në fund të lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.